për ta ndryshuar këtë ofertën e tij, apo kjo thuhet në kushtet që ne zyrtarisht nuk e dim cila ka qenë oferta, kështu që oferta mund të tjetërsohet 100 herë dhe ne nuk e marrim vesh asnjëherë se si u modifikua. E tham, oferta, praktikisht oferta nuk mund njihet me njëherë tani. Në çdo negociat, palët ulen me pretendimet e tyre fillestare. Më pas procesi parafron ose largon sipas dinamikës së negociatës. Ne nuk e dim përmbajtjen e ofertës që ka parashtruar zëvendës presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe në të njëjtën kohë, patjetër dim faktin që zëvendës presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës shpreh zhgënjimin politik për refuzimin fillestar të ofertës, por patjetër që mbetet për të parë që në bisedimet e vijueshme, në perspektivë, që përkatësisht oferta me gjas nuk do ndryshoj në thelb, por do ndryshoj në formë. Dhe mund të ketë element shtesë apo element të cilët mund të lëvizën, thelbi patjetër që do të jetë i njëjtë, sepse kemi të bëjmë me një ofertë të një shteti absolutisht serioz dhe shtetit më të fuqishëm në glob, por mendoj që oferta në tërësi do të jetë e njëjtë në thelb, në kontekstin politik, diplomatik, ushtarak, por mendoj që mund të ketë një shpërfaqe dhe një moment në cilin pikat caktuara mund të hiqen apo shtohen sipas ecurisë së bisedimeve. Kështu që mendoj që patjetër ne e besojmë dhe absolutisht e besojmë dhe e mirë besojmë deklaratën e presidentit të Shtetit Bashkuar. Patjetër që vullneti proaktiv i administratës së tërësi është për të mbyllur dhe për të kryer absolutisht veprimet politike dhe diplomatike në një periudhë të shpejtë. Ky është absolutisht proaktiviteti si shpirti i diplomacisë dhe i veprimit politik të administratës së sotme amerikane presidenciale, por patjetër që shpesh ingranazhet e diplomacisë ndonjëherë nuk janë aq të shpejta dhe negociatat ndonjëherë rezultatet e tyre nuk i kanë aq të shpejta dhe efektive saqë shpirti institucional dhe politik i administratës presidenciale të tërësi, e cila dallohet për proaktivitetin e saj dhe për ato vullnetin për të përmbyllur shumë shka shpejt. Kjo që thoni ju, ndoshta gjen hapësirë dhe të deklaratat e palës iraniane, ku udhëheqësi negociatave për Iranin, Mohammed Bagher Ghalibaf, ka deklaruar se Shtetet Bashkuara dështuan të fitonin besimin e delegacionit iranian. Dështuan të fitonin besimin, në një farë mënyrë nuk përjashton që ky besim të fitohet pak më tutje me kalimin e kohës, me ndonjë shembull të mirë bashkëpunimi apo vullneti, dhe nuk e di nëse diçka e tillë mund të konsiderohet kjo ndihmë që SBA nisi të jepte Iranit për pastrimin e ngushtisë së Hormuzit nga minat që vetë Irani ka hedhur, por që tashmë nuk kishte më mjetet e nevojshme për ta kryer një pastrim të tillë. Dhe me që jemi këtu, J.D. Vance për shembull referuar kësaj qasje me të cilat kishte marrë detyrën, porosin që të drejtonte delegacionin amerikan, thonte që kemi shkuar in good faith. Presidenti Trump i kishte kërkuar që të shkonte in good faith, pra jo me dashakejsi, por përkundrazi, me një qasje pozitive. Vullneti, pra praktikisht vullneti pozitiv i administratës amerikane, siç e thash, duke i referuar dhe për aktivitetit të saj në veprimin politik dhe diplomatik, patjetër që është pozitiv dhe është ka zgjidhje së çështjeve në tërësi dhe parimisht. Dhe kjo nuk është shenjë dobësie. Dhe as shenjë e faktit që SBA kërkon patjetër që të dalë sa më shpejt në një spirale që shumë kush e konsideron një spirale të përfshirë tashmë, por me vullneti për të dalë. Jo. Unë mendoj që patjetër shenja dhe ndryshe nga ajo që ka deklaron pala iraniane, unë mendoj që një shenjë mirë e besimit është pikërisht veprimi pozitiv i Shtetit Bashkuara, pikërisht për të ndihmuar palën përkatëse iraniane në pastrimin e territorit apo asaj hapësire të ngushticës, pikërisht nga minat. Dhe ky është absolutisht një moment i rëndësishëm besimi pozitiv dhe tregon qasjen
e palës amerikane për të dërguar drejt zgjidhjes. Dhe pikërisht to momente të vogla, se nuk janë të vogla në fakt, por duken të vogla duke patur parasysh pritshmërinë për rezultatin e mas, absolutisht që mua më bëjnë besim plot, modestisht, sepse nuk jemi do të parashikues, por me atë që do të donim, që patjetër periudha në vijim, që unë mendoj që do të jetë më shumë se sa 2 javë, do të na bëj që procesi i negociatave në tërësi do të prodhojë ndoshta një rezultat i cili patjetër do t'i bëj palët më të parapruara. Ndoshta besimi i plot nuk do të fitohet asnjëherë. Sepse në vetvete termi besim është paksa i vështirë, edhe është tejet filozofik dhe për të shpjeguar në gjithë komponentët e tij. Por patjetër që ndonjëherë në politikë, për te besimit, marrëveshja është ajo e cila te i kalon disa subjektivizma të cilat burojnë patjetër nga përkatësia politike, nacionale, apo dhe nga ngjarjet në tërësinë e vetë. Zot Gjinali, mua më pëlqen që ju jeni optimist dhe e mbështes dhe personalisht optimizmin tuaj, por kam përshtypjen që Donald Trump nuk na lejon ta ushqejmë këtë optimizmin që unë e thash publikisht që e kemi reciprok. Pse? Sepse vetëm pak momente më parë kolegët e A2 CNN kanë ndarë një me lexuesit dhe teleshikuesit përmes aplikacionit të A2 CNN një lajm ku presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar bllokimin e ngushticës së Hormuzit pas dështimit të negociatave. Bëhet fjalë për 2 postime në Truth Social ku Trump shkruan: "Kam urdhëruar marinën tonë të gjejë dhe të kapë çdo anije në ujërat ndërkombëtare që i ka paguar taks Iranit. Askush që paguan një taks të paligjshme nuk do të ketë kalim të sigurt në det të hapur. Çdo iranian që qëllon ndaj nesh ose ndaj anijeve paqësore do të shkatërrohet. Bllokada do të fillojë së shpejti." Dhe vazhdon, mund të lexoj dhe le të themi i referohet dhe qasjes dhe premtimeve që kishte dhënë Irani për hapjen e ngushticës së Hormuzit dhe mos respektimin e një premtimi të tillë, por nuk e di se si interpretoni këto reagime që vijnë nga Donald Trump pikërisht kur unë e thash